Është rubrika Këndi Gatimit. Mirë se erdhët të gjithë, mirë se të gjejmë zonja Vjollca në kuzhinën tonë. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në emisionin tonë. Sot do të përgatisim fileto pule caprese. Caprese vin nga recetat italiane, që është kombinimi i domates me borzilokun dhe me mozzarella. Shumë i shishëm është një recetë që mund të hydhe ke recetat dietike, është goxha e shëndetshme. Do të shpenzojmë për këtë recetë vetëm 4 lugë vaj ulliri, që i bie mesatarisht 1 lugë për secilën nga këto filetot. Nuk do t'i presim, do t'i lëmë kështu siç janë, vetëm do të bëjmë nga 3 prerje, jo deri në fund. Horizontalisht? Po. Në këtë mënyrë, okej. Horizontalisht i bie? Po, horizontalisht. Pra, 1 prerje të tillë, 1 këtu, edhe 1 këtu. Të thella prerjet, por jo deri në fund. Më pas do t'i marinojmë me pak krip dhe piper të zi, pra po them dhe përbërësit. Kemi 250 gram Këto duheshin në mesë se nisë njërin që të prera vertikalisht, këtë po i thosha Nikit se të më ndihmoj një çik. Ja, në këtë formë. Kemi gjethe borziloku, kemi dhe 250 gram mozzarella, që do ta presim në feta. Në secilën prej këtyre prerjeve, do të vendosim nga 1 fetë mozzarella, do të vendosim 2 domate, do më në bie mesatarisht 1 për secilën prerje, dhe në fund përsëri do të spërkatim prap me pak krip dhe piper të zi, me vaj vetëm do të lyejmë tavën, do ta vendosim në furr për 30 minuta, temperaturën 200 gradë. Furrën e kam para ngrohur dhe mund ta shoqëroni këtë recetë me çfarë do lloj sallate që ne kemi dhënë apo që ju i dini vetë. Unë do ta kombinoja me një sallatë me patate, atë kam menduar dhe sot, dhe gjithçka tek sallata do të jetë e zgjerë. Me përjashtim të kastravecit që do të jetë i freskët, dhe qepën nuk do ta skuq, nuk do ta mund ta hidhni dhe të gjallë ashtu siç është, por për të bërë pak si dressing dhe qepa do ta marinoj komplet pataten, do ta zjej qepën me 150 ml koncentrat perimesh dhe 2-3 lugë uthull molle. Okej, këto të gjitha duheshin nëse unë po të gjitha. Lëri njëra ato të dyja. Mos të duhem për... Po, i vendosim këto këtu. Edhe unë vazhdoj ke punë tjetër pastaj. Patjetër. Qepa, patatet do qërohen besoj, se këto ishin... Po, do qërohen dhe duhet të qërohen aq sa janë të ngrohta. Pra, po merrem me patatet atëherë. Po, kemi prerë pjesën e pulës, i presim dhe këto të tjerat. Pra. Pa ju recetë tjetër çfarë është? Atë është një ëmbëlsirë të thjeshtë me banane, me qumësh, që është për pjesën tjetër, pjesën e dytë. Pra, marrim vaj. Pra nisim me marinimin tani të... Hedh çik vaj këtu. Të duhet furça për ta... Po, 2 lugë vaj kam hedhur. S'kam hedhur shumë. Se unë dua t'i lyej me furçë dhe një çik nga sipër. Dhe filloj marinimin këtu vetëm me krip edhe me piper të zi. Pra, kripën, pak dhe shumë. Domatet që mund të na mbeten, besoj do t'ja edhe shanër, sepse... Jo. Apo do t'i mbushësh... Me në pala do na mbeten. Prandaj i japim në sasin e domateve që mos kemi, mos ta teprojmë. Edhe me koston edhe me të gjitha. Pra, pak krip. Do ta vendosim kështu siç është direkt në furrë, nuk do të skuqesh më përpara. Do ta vëmë çik poshtë. Jo nga sipër. I vëmë kështu në drejtim me një këtej. Mirë kam vendosur? Mirë. Këtu. Këtu. Që të na nxej tava lirshëm.
do të ketë edhe një çik lëng. Mbaruan punë me drasën, e largojmë. Një çik më vonë. Fillojmë tani, jo s'pas kemi mbaruar, këtu fillojmë me mozzarellën. Jo shumë të trasha, E përfytyrojmë prapë mozzarellën që të shkri, po patjetër. Tomatet që do të rrudhen pak, pa të lëshojnë lëngun. Shumë yndyrë, për arsye se ka vetë djathi pjesën e yndyrës së vetë. Tani fuqën, edhe pak fare vaj këtu. Shumë pak. Me t'i përfunduar zonja Vjosa, do ta vendosim në furrë, besoj, që të bëj një përmbledhje më pas të... Po, në temperaturën 200 gradë. 200 gradë. Shumë pak përbërës janë domatet vendosim një fetë restore. Mozzarella. Prerjet i bëjmë çik të thella, po jo deri në fund. Ja 2, ja 3. Në çdo fetë vendosim 2 domate. 2 gjysma, por një domate. Tregojmë pjesën si model, e presim dhe një çik këtu. Bëjni prerje të thella, sepse ndihmon edhe në pjekjen e mishit, që mishit na piqet. Marrim tani gjethe borziloku dhe vendosim edhe gjethet e borzilokut në secilën nga prerjet. Ja. Edhe të bukura. Dhe kombinimi i 3 ngjyrave me... Po kështu mendoj dhe unë. Mozzarella shkon shumë me këto qershizat. E vendosim këtu në mes. Edhe borziloku po ashtu. Madje kjo treshe përdoret shumë edhe në përpasta, e kemi sjellë si kombinim. Ne kemi bërë dhe peshk, por në vend të borzilokut kemi bërë peshk caprese, fileto peshku, ku në vend të borzilokut kemi vendosur peston. Po pestoja është me borzilok. Të njëjtin gjë mund të bënim edhe këtu, tjetër gjë që unë po e vë borzilokun e freskët. Kemi bërë sigurisht me makarona, sallat. Një sallat thjesht caprese, bëhet fjalë. Që shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën. Nëse dëgjohet ky emër, për ambisat, flas për ato të rejat. Bëhet fjalë për borzilok, për domate dhe për mozzarella. Vendosim tani përsëri. Ndërkohë, ne hedhim një sy përbërësve që të mos na humbasin, do të kalojmë pastaj në pjesën tjetër të gatimit edhe do të zënësohet menuja. Fileton e pulës, zonja Vjosa e sjell sot në formën caprese. 4 fileto pule kemi për 4 persona. 250 gram mozzarella, 250 gram domate qershi, 2 deg borzilok, 4 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi, rigon. Dhe po vazhdojmë me mbushjen e filetos, si kundër e ndoqët, fillimisht lyem tavën me vaj ulliri, më pas marinuam pak filetot e pulës me vaj ulliri dhe me krip piper të zi, duke i prerë dhe duke krijuar disa xhepa në mënyrë që të vendosim qershizat dhe mozzarellën së bashku me borzilokun. Po. Dhe në këtë mënyrë do të vazhdojmë edhe me 2 filetot e tjera. E gjithë kjo do të vendoset më pas në furrë për të pjekur. Fare pak. Ndoshta s'ka nevojë fare për krip më. Krip ose nëse se kemi hedhur në fillim. Një çik piper të zi dhe sa na kapin 2 gishtat e dorës pak rigon, ta vendosim në furrë temperaturën 200 gradë për 30 minuta. Bukur. Kjo është e gjitha. Është shumë e thjeshtë dhe ambisat sa të bëjnë, mund të bëjnë një pastë, mund të bëjnë një risotto, mund të bëjnë sallatën që do të bëjmë ne sot, mund të bëjnë një sallatë të thjeshtë, çfarë të dëshirojnë ato dhe dreka është gati. Po, me këto përbërës. Ne do të bëjmë një shkëputje publicitare, ndërkohë na ka mbetur vetëm një fileto për ta mbyllur dhe për të kaluar më pas tek receta tjetër, sepse na duhet ta nisim që në këtë pjesë të parë. Jemi gati për të kaluar tek sallata, sepse filetot e pulës i mbaruam, thjesht donim t'ju tregonim tavën, kështu sepse është shumë e bukur në fakt. Shumë pak piper të zi. Krip sa për domatet, se krip ka mjaftueshëm.
Dhe sa na kapin këto dy duar me rigon. Shumë fare pak, jo që të ndjehet shumë era. Dhe tani vendosim në furn, në temperaturën 200 gradë për 30 minuta. Do të ketë edhe një çik lëng, që mund të parashikohet nëse ju keni një oriz të thjesht, mund të jeni një çik nga i lëngu, por thjesht me atë lëngun, unë do kisha raste që mund të vendosja dhe ca patate kështu që mund të piqeshin aty bashkë me... Dhe e përthithni komplet lëngun e pulës. Nuk është lëng që duhet shkoj dëm. Është e vërtet. Tjetër gjë që në rastin tonë sot, unë kam menduar që patatet i sjell ndryshe. Në formën e sallatës. Sepse ne për ditë këtu mundohemi që të sjellim nga perimet që janë në treg. Ato do t'i sjellim, ndoshta patate sot, patate nesër, po do t'i sjellim në mënyra të ndryshme. Zgjedhja është e juaj, se çfarë gatuani dhe se çfarë bëni. Tani e presim qepën, mund ta prisni në radh, mund ta prisni në kubik të vegjël, mund ta pak të dukshme, jo që qepa të humbasi fare. Unë e kam prerë në katësh dhe pastaj në copza. Tani do ta vendos qepën në një tigan me fare pa vaj, pasi vajin unë do ta përdor të freskët në sallat. Dhe në këtë tigan do të vendos vetëm 150 ml lëng perimesh, e hedhim qepën. Pra qepa do të zjej, si të thuash, në lëng perimesh. 3 finxhan kafe, po, qepa do zjej, derisa po thuaj se ta përthithi, po do ketë edhe një qik, dhe 3 lug uthull. Uthulla me lëngun e perimeve dhe me qepën, qepe nuk do të ketë, për arsye se janë qepët e kuqe. Do t'i vendos kapakun, i vë pak fare, shumë fare pak krip, dhe pak piper. Dhe kur unë të hedh pjesën e vajt, do t'jetë pjesa e dresingut, vetëm që nuk do të razohen, por shia është aty brenda. Pra, deri tani kemi thënë lëngun e perimeve dhe qepën si përbërës. Kemi patate, 500 gram patate, që do t'i presim jo në kubik, në feta. Do t'i hedhim në këtë tas. Ja, merre mund po ashtu dhe shpjegojmë sepse ka dhe përbërës të tjerë, si kundër është. Jo shumë të holla, mesatare. Dhe i vendosim. Pra, diçka e freskët do t'jetë vetëm pak kopër, një kastravec, këtu tek qepa do t'hedh edhe një majluge, kur them një majluge shumë fare pak sheqer, që të neutralizoj 3 lug uthull, dhe i loj që të zjej, për 5-6 minuta. Kemi kripën, kemi rrepat të kuqe, në rastin konkret me patatet shkojnë, edhe një kastravec që do ta qëroj shumë fare pak lehtë, do ta pres dhe kastravecin në feta. Këtu tani do të bëj një ëmbëlsirë, puding me banane. Do të hedh qumshtin, 500 ml, po unë kam një qik fare më shumë këtu, sa për të holluar pak pudingin. Pak o puding të gatshëm. Nuk do të përdor fare sheqer. Këtu pudingu nuk ka sheqer, do t'i hedhim ne sheqer që ta ëmbëlsojmë. Unë do ta ëmbëlsoj me kutitë e qumshit, milk, më falni, qumshi kondensuar, 1/3 e kutisë. Këtu e kam. Dhe këtë do të përdor, që do t'ja hedh në fund fare, do të më ndihmoj dhe që ta ftoh pak pjesën e kremit, pudingut, por do t'i jap dhe ëmbëlsi, do t'i jap dhe edhe shije. E trazoj një qik pudingun këtu, me një lug. Dhe vetëm do të bëj kremin me puding, mbasi qumshit të jetë ngrohur. Të jetë ngrohur një qik. Ndërkohë kemi vendosur edhe qepën aty si kundër endoj që në visat, patatet i kemi gati, thjesht do bëjmë prerjen e perimeve, për të bashkuar më pas. Do ta realizojmë në pjesën tjetër, dhe i duhet qepës për të zjerë. Të gjitha në pjesën tjetër. Edhe do të thërmoj me dorë pak biskota. Një pak o biskota, do t'i thërmoj me dorë në copza. Biskota të çfarë doshme? Tu kam çokoladën që nuk do ta përdor, as do ta shkryj absolutisht fare, vetëm do ta gryej
dhe do të bëj ca kështu fije çokolate, thjesht për shije. Bananën përsëri do ta bëjmë direkt, se nuk do ta kaloj fare në limon, do të jetë direkt copat në kremin që do të përgatis. Po. Atëherë bëjmë një gjë tek menuja që do të shkruajmë atëherë, po i shkruajmë të dyja recetat nëse do t'i marrim dot përbërësit, në mënyrë që t'i kenë të fiksuara ambicat edhe në menu. Do të zëndësojmë përbërësit e fileto së pulës, të cilën e vendosëm në furrë. Dhe këtu aroma e uthullës me piperin e zi ndjehet goxha. Po. Mirë, shkëputemi në zonja Vjollca sepse do të fletë informativ dhe pastaj kemi gjithë kohën përpara për t'i realizuar të dyja recetat e për t'i montuar të dyja. Shkëputemi, takojmë në pjesën e dytë, mos u largoni. Dhe u kthyem në pjesën tonë të dytë, me njerë për të nisur me të dyja recetat paralelisht, me sallatën dhe me budingun me banane. Të dyja recetat i kemi shënuar në menun tonë, me përbërësit, në mënyrë që anvisat t'i fiksojnë dhe t'i shënojnë. Me këtë do të nisim. Vazhdo hajë, se i tash është kastravici hidur apo jo ëmbël? Jo, ishte mirë. Shumë mirë. Për sallatë që nga shumë mirë. Më sill tasat. Këtu qepën e duam të dukshme, të duket qepa. Unë mendova ta sill në këtë formë dhe është bërë goxha e shishme. I kemi hedhur pak krip, piper të zi dhe i kemi zier qepën në 150 ml koncentrat perimesh, lëng perimesh dhe asgjë tjetër. Edhe më falni, dhe 3 lugë uthull, 1 maj lugë e sheqer. E hedhim këtu, dhe shoda me njerë, do të hedh vaj ulliri. 1, 2, 3 lugë vaj ulliri. E trazoj mirë qepën me vajin e ullirit. Vajin e ullirit e desha të freskët. Pra kjo është asia e vajit ullirit që do të hedhësh në sallatë, duke hedhur tek qepa fillimisht. Apo do edhësh dhe pak si për aromë? Ta shoh. Edhim kastravecin. Kastraveci freskët. Edhim repat. I presim në feta sa më të holla, mirë do t'ishte. Që të shkojnë, të gjitha kanë formën e rumbullakët, edhe fetat e patates, kastravecit edhe të repave. Interesanta dhe veçanta besoj se do t'jetë tek qepa, që do t'ja ndryshoj komplet shijen sallatës, duke qenë se qepën edhe qepën e kuqe. Po, dhe qepa aty duan dhe rolin e dresingut së bashku me uthullën, lëngun, si që shikoni, ka mjaftueshëm lëng sa për të marinuar pjesën e patateve. Edhim dhe një të tillë. Në fund fare do ta spërkatim me pak kopër. E trazojmë dhe nëse ju doni t'i bëni të gjitha gati, mirë po familjarët s'kan ardhur në shtëpi, atëherë e lëm deri tek patatja, e hedhim dhe qepën, po qej që të marinohen mirë, dhe e lëm para se ta shtrojmë në tryezë 10 minuta përpara, sepse kastraveci nëse ta lëm për gjysmore, nuk do të ketë pamjen e bukur, sikur bie, ose lëshon lëngun e tij, edhe repat i lëm në 10 minutin e fundit. Pra, nëse do të bëjmë gati tavolinën më herët, repat dhe kastravecin e lëm për në fund fare. Hedhim dhe qepën. Interesante dhe kombinimi, sepse shumë e rëndësishme është mënyra e gjetjes së i trazojmë së bashku. Dhe është një sallatë shumë e shishme. Do të shkonte shumë edhe me peshkë, jo vetëm me mishin e pulës. Pra ku kemi një peshk të gatuar dhe duam ta shoqërojmë me një sallatë. Dua s'dua unë, do t'i hedh edhe një lugë vaj, niki se dua që patatet të shkëlqejnë një çik. Anvisat, ndonjëra që thot i hodhe shumë, mos t'i hedhi aq sa dëshiron. Unë jap recetën ke pjesa tjetër e yndyrës, secili i hedh sipas shijeve të vetë. Kjo është një sallatë që ne thamë ta shoqëroj tavën me filetot e pulës, por duke patur parasysh përbërësit, është një si vakt i vogël më vete, duke qenë se patatja luan dhe rolin e bukës. Ja ku i keni përbërësit e sallatës me patate, kastravec dhe koper, 500 gram patate, një qepë kuqe, 3 lugë gjelle uthull, 150 ml lëng perimesh, 1 maj lugë sheqer, 1 kastravec, 4 repa të kuq, 1 lugë gjelle koper dhe vaj ulliri, 2 lugë gjelle, 3 lugë gjelle, varet sa dëshironi.
sallata ka përfunduar, ende kemi në furr filetot e pulës, po I hedh një sy. Do akoma zonja Vjosa, megjithatë deri në fund ne mund ta sjellim në tryez për ta parë anvisat se çfarë trajte ka marrë e gjithë tava, ishte shumë e bukur në fakt. Edhe kur remontuam para se ta vendosmi në furr. Po dhe kur serviret, një fileto e tillë me një lugë patate, në pjatë duket dhe ka një pamje shumë të këndshme. Tani ti largojmë këto. Tani njemi me gjithë, para se të nisim te budingu, njemi dhe me kostone, meqense I kemi për t'i rreshtuar, sepse duhet të nxjerrim edhe kostot e recetave të tjera që përgatitëm. Pra, me përbërësit që sapo I lexova, për 4 persona, kjo sallatë ju kushton, nëse do ta realizoni me këto përbërës, 200 lekë, shumë pak, pra. Një çift mund të shkojë dhe një vakt shumë të këndshëm me këtë sallatë, edhe të marrë vlera të shëndetshme për organizmin. Tani, kalojmë tek pudingu. Ato që merren në dietë, aty ku dietologët I kanë thënë mund të hani një patate të zjerë, kastraveci dhe pjesa e repës, nuk është se I shton një kalori. Kalori, absolutisht. Kështu që thjesht vetëm mund ta ndihmojnë me të dhe mund ta shijojnë akoma dhe më mirë. Çdo gjë është e prologaritur në fakt. Kalojmë tani tek përbërësit e pudingut me banane. Një pako puding vanilje, 500 ml qumësht, 2 banane kemi në tryez, një pako biskota të cilat I kemi thërmuar me dorë, gjysmë kutije e qumshtit e kondensuar, 100 ml pana dhe 50 gram çokoladë. Atëherë, pana është kjo këtu, unë nga që ishte pana pak, mbulësire. Shumë pak. Sa për të dhënë nga një lugë pa formë fare, nëse keni formë mund ta zbukuroni, unë I kam format, po ta bëj në mënyrën më të thjeshtë për anvisat në shtëpi. Në kushtet e shtëpisë. Atëherë, këtu kam përgatitur budingun. Brenda në buding do të hedh se tash nuk ka fare sheqer. Në këtë recetë nuk ka sheqer. Do të hedh qumshin e kondensuar. Do të mjaftohemi me ëmbëlsinë që ka qumshti, banania, çokolata. Do ta trazoj së bashku dhe bëhet një krem, lëshohet pak, akoma më I lëmuar dhe ka një aromë të mrekullueshme, pa I hedhur në brenda asnjë aromatizues. Vetëm çfarë ishte vetë pjesa e pudingut me vanilje. Tani, marrim këto gota, me qëllim që të naftohet një çik, ndërkohë Niki më qëro këto 2 bananat dhe do mi presësh në feta. Gjithmonë brenda mundësive, se të falenderoj, ta din dhe anvisat që unë vetëm nëpërmjet ndihmës tënde mund të realizoj këtë kohë. Dhe akoma më mirë, zëre se në shtëpi është nëna me vajzën apo nëna me nusën. Po, është e vërtet. Ja, ta marrim edhe drasën. Hedhim biskota. Biskotat do të zbuten, për sa kohë do të filloj të hidhet pak e vakët pjesa këtu. Biskotat do të zbuten goxha. Madje mund t'i hedh një lugë që tani unë që është e nxehtë, para se ta shërbej, po, avujt ndihmojnë shumë në zbutjen e biskotave. Shiko, këto lloj recetash mund të pasurohen me elementë të tjerë sa të duash, po ne po I bëjmë sa më thjesht, me kushtet që anvisat kanë në shtëpi, sepse mund të përdorim prevedera të ndryshme, por duke qenë dhe brenda kalorive që na lejon ushqimi që duhet ham gjatë ditës. I bëra pak kështu si pjershtazi, Si të duash, ato do të razohen këtu ke kremi, nuk do të duken fare. Shumë bukur. Fare. E kalova një më të trajt. Mirë, po më thonë që duhet të kalojmë në një hapësirë publicitare, nuk e di çfarë do të hedhim. A do të hedhim tani bananet tek... Po, dhe do t'i trazojmë së bashku me pudingun. Me kremin me pudingun, bashkë me qumshin e kondensuar. Mirë, ndalemi këtu, sa të trazojmë këtë pjesë, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi shumë shpejt.
Vazhdojmë të jemi duke gatuar, duke sjellë receta shumë të shijshme, duke provuar ndonjë nga përbërësit dhe ndonjë nga recetat që është në mes, dhe duke nxjerrë kështu. Është detyra jote ta provojmë, kështu që. Atëherë, këtu prem edhe pjesën edhe bananën tjetër, dhe e vendosim, i mbushim gotat. Fillimisht kemi hedhur biskotat, për realizojmë pra një buding me banane, me një pako buding vanilje, 500 ml qumësht që përgatit pikërisht budingu, 2 banane, një pako biskota, gjysmë kutije me qumësht të kondensuar, 100 ml pana ëmbëlsire dhe 50 gram çokoladë. Radha e punës në këto gotat që janë enkas për buding, për akullore, por për buding i kemi ne. Vendosim fillimisht biskotat të thërmuara me dorë, më pas pak nga kremi që përgatitëm me puding vanilje dhe të bashkuar me qumshin e kondensuar. Ndërkohë, tek masa që mbeti, hodhëm bananet të prera në feta, i trazuam dhe mirë dhe po vazhdon mbushja e gotave në këtë mënyrë. Dhe është mjaftueshëm për 4 persona. Për 4 persona dhe është fiks masa që ishte përllogaritur nga zonja Vjollca. Ja, se kjo është pjesë banane. E largoj. Tani, aty ku rrahëm panën, nga një lugë. Jo shumë, që i bie shumë pak, dhe nga që nuk kemi hedhur sheqer, prap pjesa e panës ka sheqerin e vetë. Pra nuk kemi përdorur sheqer. Pothuajse 1/4 e asaj kutisë së vogël. Vela nga gjithë aroma që vjen këtu zonja Vjollca, vjen kjo aroma e mirë e tavës. Dhe do t'i spërkasim me pak çokoladë. Po, çokoladën do ta presim me thik. Një çokoladë dukshme që është e zezë, është po, çokoladë e zezë, është fondente, 70% çokoladë, na bën mirë shumë edhe për zemrën. Po. Nuk është çokoladë. Për përmirësimin e humorit, për stresin. Atëherë, e vendosim thikën dhe e tendosim shumë në anë, që çokolada të dali kështu si rypa. Ja. Okej, bukur dhe pritet kështu si në shkëpin të hollë që thërmohen. Po. Dhe fillojmë zbukurojmë, jo vetëm zbukurim, po japim dhe shije. Dhe shije, po, patjetër. Duke mos e thërmuar më. Ja. Si të thuash, plotësohet me atë formën që e imagjinojmë. Edhe 2 gotat e tjera. Dhe në të gjitha hapësirën që ne ishim bashk, përgatitëm të 3 recetat, edhe në kohë rekord, po kjo tregon që këto janë recetat të shkurtra që nuk ju marrin shumë kohë anvisave, sepse ky është dhe qëllimi për t'ju sjellë në kohën e gjithë secilit, në fakt, receta dhe përgatitje, po gjetje, si të thuash, dhe kombinime përbërësish. Ky ishte pudingu, përbërësit i kemi lexuar, 2 recetat e tjera i kemi sjell në tryez, po ajca e shohim edhe recetat e sotshme janë super të shëndetshme. Po, është e vërtet. Që të gjitha. I vendosim pak tani me radhë për t'i servirur. Mund ta servirim dhe në pjatë një të tilla. Ta servirim në pjatë? Mund ta servirim. Sepse duam ta sjellim bashkë me patatet, të krijojmë idenë se si e realizuam. Kjo është fileto pule, kemi zgjedhur 4 fileto pule, të cilat i marinuam pak me vaj ulliri, me kri piper të zi, i prem, duke krijuar xhepa në hapësirën e sipërfaqes pra të tyre, dhe duke vendosur më pas fetat e domateve, këtyre qeshizave të vogla, i kemi ndarë në mes, duke i vendosur brenda hapësirave që prem, bashkë me djath mozzarella. Fileto pule caprese quhet kjo mënyrë, për 4 persona është 720 lekë kostoja e përbërësve që ju shihni në grafikun e menus. Pra një porcion nga filetoja pulës, po bëjmë një servirje të një porcioni. Ja. Shumë e bukur, edhe tek ngjyrat, po super të shëndetshme. Dakord me atë që e komentove që në fillim, që do të sjell tha zonja Vjollca që në fillim të emisionit, receta shumë të shëndetshme dhe kombinime shumë interesante. Tani, për shembull rrepa me kastravecin, edhe një ëmbëlsirë dhe jemi brenda kalorive po imagjinojmë një ditë, një drek person për një drek goxha të shëndetshëm. Po.
Ne në këtë mënyrë kemi sjell dhe kemi treguar anvisave se si ta realizojmë, pikërisht edhe për lëngun që lëshon domatja, që lëshon filetoja e pulës, sërish mund ta shfrytëzojnë anvisat absolutisht asnjë gjë nuk është e pa shfrytëzueshme. Ne duam që t'i marrim të gjitha vlerat që kanë përbërësit tanë. Ndërkohë edhe sallata është një vakt, duke sjell një mënyrë të thjeshtë. Që djath mund t'i jedhin për shkakun, mund të kombinohet apo marrim shumë kalori. Unë aty mund të bëj salsën me mustard, aty mund të hedh djath, aty mund të hedh domate të thata në feta. Çfarë të duash ti mund të hedhësh. E qartë. Ne kemi folur shpesh për pataten, sepse kur kemi komentuar ato patatet e vogla dhe që kemi shfrytëzuar me gjithë lëkurën e tyre, ato kanë një vlerë të jashtëzakonshme tek lëkura. Edhe këto mund të shfrytëzosh, se ne e pam anvisat se si kishim larë patatet. Dhe madje studimet tregojnë që pikërisht lëkura e patates ose pjesa e poshtë me lëkurës së patates ka shumë vlera për organizmin. Vlerat që ne ndonjëri neglizhojmë dhe e futim shumë thellë thikën për të larguar kur bëjmë gjellën për shkak. Por jo, edhe te qepa, njëjta gjë ndodh. Pjesa e qepës, madje ta vendosësh ta lash qepën dhe vende ta zjesh kur të bësh një bulion me perime, me gjithë lëkurë, madje edhe me gjithë ato bishtat, kanë vlera ushqimore. Por dhe kur e qërojmë, ne ndonjëherë qërojmë qepën shumë thellë, absolutisht, vetëm sa të heqim cipën. Pjesa e dytë që vjen mbas cipës e qepës, aty përshëndrohen vlerat ushqimore, për sa i takon strukturës së qepës, por edhe tek frutat, tek mollët për shembull, dhe lëkura ka shumë vitamina. Ne pikërisht tani duke e mbyllur së bashku hapësirën e gatimit, duke u kujtuar anvisave që vazhdimisht të klikojnë edhe shikuesve të klikojnë në balkanime.com në rubrikën gatimi, të gjitha recetat e zonjës Vjollca janë aty me përbërësit dhe me shpjegimin përkas, meqense kemi shumë pyetje se ku mund ta gjejmë recetën e budingut, për shembull mund të jetë një pyetje sot nesër, ja ku i keni në Balkan Web dhe në YouTube. Janë Vila 24 Këndi Kuzhinës. Mjafton të klikoni me këtë emër dhe ju shihni të gjitha videot e realizimit të recetave. Ne do ta mbyllim këtu hapësirën e gatimit duke u lënë në një insert që tregon pikërisht diçka më shumë mbi pa merak se do ta marr tani lugën. Diçka më shumë mbi pataten, sepse gjithmonë në Këndin e Gatimit vim me këshilla dhe me inserta që lidhen kryesisht me përbërësit. Po të kombinuara, jo me fileto pule, po vegetariane dhe një... Dojet salat, sup, tav? Dojet tav. Dojet tav? Po. Shumë interesante. Tani unë marrë budingun ti. Po. Ti mund ta marrësh pastaj të pish ujin. Me çokoladën e zezë që preferojmë shumë. E meriton, sepse... Dhe këtë mund ta hash dhe dy, sepse nuk të vel ka fare. Dhe i haniki dy, që nuk ka futur ëmbëlsirë në gojë. E mrekullueshme që ka shumë e mirë. Ne do të shkëputemi, do të ndjekim këtë material mbi pataten, takohemi bashkë në pjesën e tretë. Zonja Vjollca nesër sërish në orën 9. Patjetër, mirupafshim. Shumë mirë. Patati e cilësuar dhe si mbretëresha e bimëve barishtore është një aleate fuqishme për shëndetin ton. Patatet rezultojnë të pasura me vitamin C, përmes së cilës organizmi jon bën të mundur riparimin e dëmeve të shkaktuara nga radikalet e lira. Prania e potasiumit i bën ato shumë të vlefshme në luftën kundër hipertensionit. Fetat e patateve janë të shkëlqyera dhe në rast të djegjeve të vogla, ndërsa mielli i patates mund të jetë i vlefshëm për të hidratuar lëkurat e thata. Ndihmojnë jashtëzakonisht aparatin tretës, janë bashkëpunëtore kundër formimit të hemoroideve në rast gastriti apo të ulcerave të stomakut dhe kolitit. Tretja. Me që patatet përmbajnë karbohidrate, ato treten lehtë dhe lehtësojnë tretjen. Kjo veti bën patatet një ushqim të mirë për foshnjat dhe për ata që nuk tresin dot ushqimet e forta, por që ka nevojë për energji. Por të kujtojmë se nëse hahen shumë patate rregullisht, mund të shkaktojë aciditet në afat të gjatë. Kujdesi lëkurës. Vitamina C, vitamina B, kompleks dhe mineralet si kalium, magnez, fosfor dhe zink janë të vlefshme për lëkurën. Përveç kësaj, tuli i shtypur i patates si përzier me mjalt shërben për një fytyrë të shkëlqyer, për qeskat porsyve dhe për njollat të fytyrë. Përsëri kjo masë nëse aplikohet në vendet e djegura jep një lehtësim të shpejtë. Reumatizma. Vitaminat, kalciumi dhe magnezi në patate ndihmojnë për lehtësim të reumatizmës. Uji i marrë nga patatet e ziera jep gjithashtu një lehtësim, po për shkak të përmbajtjes së lartë të nisë shtesë ose karbohidrateve, ajo tenton të rrisë peshën e trupit, gjë e cila mund të jetë me efekte negative tek pacientët reumatik.
truri. Funksionimi i duhur i trurit varet shumë nga niveli i glukozës, si furnizimit me oksigjen nga disa përbërës të kompleksit B, nga disa hormone, aminoacide dhe acide yndyrore siç është omega 3. Patatja mbulon pothuajse të gjitha nevojat e përmendura më lart. Ajo është e pasur me karbohidrate dhe mban në nivele të duhura glukozën në gjak. Sëmundjet e zemrës. Përveç vitaminës B kompleks, C, mineraleve dhe fibrave, patatet përmbajnë substanca të quajtura karotenoid, të cilat janë të dobishme për zemrën dhe organet e tjera të brendshme. Kujdes. Nga ana tjetër, duhet pasur kujdes kur hani patate. Ato jeshile janë helmuese sepse përmbajnë alkaloid, solanin dhe arsenik, të cilët në mbi dozë mund të jenë fatale. Pjesa jeshile në lëkurën e patates është klorofil, por ky klorofil tregon se patatja është ekspozuar në dritën ku toksina natyrore e patates, solanina, është koncentruar në mënyrë të dëmshme.